Radiokast 95.5. Histori suksesi të sipërmarrjeve të suksesshme në jetën ekonomike të një qyteti. Radiokast në Radio Lushnjë. Me gazetarin Sajmir Murtiri. Radiokast 95.5. Histori suksesi të sipërmarrjeve të suksesshme në jetën ekonomike të një qyteti. I rikthehemi sërish të radiokastit ton për ditën e sotme këtu në valët e Radio Lushnjës. Miqtë e mi, kemi diskutuar shumë për familjen shqiptare, shoqërinë shqiptare, problemet dhe ndryshimet sociale që ajo ka pësuar në 100 vitet e fundit, kush ka ndikuar, kush ka qenë faktorë që kanë qenë pjesë e këtyre ndryshimeve, si është ndikuar shoqëria dhe çfarë transformimi ka gjetur ajo deri në ditët e sotme. Kemi folur edhe për teknologjinë dhe për fen, fatikisht besueshmëria dhe rikthimin në besime të tjera me radhë. Ajo që mua më ngacmon për ta bërë edhe më pak specifike është familja. Familja është bërthama e një shoqërie dhe kjo dihet tashmë. Kemi pas një familje tradicionale, një familje e cila ndiqte disa zakone të cilat pozitivisht kanë qenë shumë të mira atëherë, në trashëgiminë e tyre të vlerave që ka pasur si shoqëri, në qoftë edhe në kohën e përparshme kur patriarkalizmi ka dominuar, por edhe me ndryshimet që erdhën më pas deri në vitin 2025 që jemi në ditët e sotme. Ajo që unë dua të ndalem dhe që dua të ngacmohem nëpërmjet përgjigjeve tuaja, atë Xhevair Dedej nga Qendra Shëjtore e Shqipëri, sipas mendimit dhe gjykimit që ju e shikoni sot familjen shqiptare lidhur me martesën. Dikur martesa ka qenë e shenjtë, ka qenë një lidhje që bashkonte dy të rinj dhe krijonin familje dhe pasardhës të tjera me radhë. Ka qenë le të themi një tradicion goxha i vlerësuar dhe i mirë dhe bazë për familjen martesa. Sot shikojmë që të rinjt sa më shumë po vinë po e shtyn moshën e tyre për të martuar. Në fakt, me ditët e sotme ka ndryshuar koncepti i familjes. Sërish do bëjmë një analizë 100 vjeçare. Patjetër. Sepse nëse nuk bëjmë një analizë 100 vjeçare, ne nuk kemi duke thënë asgjë. Aq më tepër disa kanë harruar, disa kanë anashkaluar dhe padyshim ne jemi detyruar ta bëjmë. Në 1920-ën familja ishte një detyrim. Që ligji patriarkal e detyronte individin që ai të krijonte një familje. Qoftë mirë apo qoftë keq, ishte ajo fjala e besës, si thuhet, dhe ajo përcaktonte familjen. Pra në të mirë, në të keq, siç thot Ati, familja do eci përpara, sepse ku ka keq bëhet mirë dhe ku ka mirë, ne duhet ta ruajmë atë që mos bëhet keq. Pra ne kemi një periudhë, po kemi një përplasje, kemi një sfidë, sepse familja shqiptare është një tragjedi në vetvete. Të paktën nga viti 1907 e deri në ditët e 1949-ën, familja shqiptare ka kaluar disa forma diskriminuese. Pra, familja shqiptare kanë kaluar disa luftra të ndryshme, disa thuhen në histori dhe të tjera nuk interpretohen fare, por kanë qenë objekt i gjuetisë pasurisë së çdo farafisi. Po pse po e them këtë? Sepse deri në vitin 1970 gjyshëritan na kanë mbajtur me njëri tjetrin. Le të themi që në vitin 1980 u ruajt kjo. Derisa sistemi çatia e madhe që quhesh domethënë e familjes. Po jetonin gjithë bashku në një çati. Pastaj sistemi filloi të shpërndante, duke i dhënë secilit autoritetin e vet. Atëherë edhe urdhëresa ishte ndryshe, ajo e partisë dhe së dyti duke marrë udhëzime nga partia e cila e sfidonte ligjin patriarkal. Edhe nuk e lejonte anën patriarkale të avanconte, por e ndërpreu. Edhe këtu kemi të bëjmë një tragjedi, sepse fundit çdo familje varet nga ana ekonomike.
vlerat e një familje varen sërish nga ana ekonomike. Dhe nëse shteti po vazhdojmë sërish po të njëjtën linjë, nëse shteti nuk i garanton atë që merr përsipër, që ti të garantoj punësimin, atë anën sociale, si dhe mbarvajtjen e familjes ta subvencionojë në forma të ndryshme, atëherë këtu kanë humbë që të dyja, dhe ana e shtetit dhe ligji patriarkal. Që do të thotë? Familja shqiptare ka kaluar një dramë, pra kemi 100 vite që kalojmë në dramë akoma. Ne nuk e gjetëm këtë lidhje, këtë formë, këtë orientim se ndaj e populli shqiptar ka emigruar, sepse shteti i braktisi. Nuk ishte i aftë i menaxhoj popullin e vet, familjet shqiptare. Unë do ta themi qartë dhe pastër edhe nuk i ndrohem fare, sepse fundit kjo është një punë e imi që bëj sot, që gjithë familjet, gjithë nënat dhe baballarët vinë se kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, dhe ne kemi riparuar, kemi shëruar 20.000 fëmijë me aftësi të kufizuar, dhe shteti e bën sikur nuk e shikon. E dyta, kemi prap gati 10.000 nëna që i kemi bërë me fëmijë, sepse shteti nuk i ka ndihmuar të japi forma të ndryshme jo sociale, ekonomike, po të japë në formën e mjekësisë. Se ka shumë nëna që nuk sjellin tot një jetë fëmijë. Po shteti kohë të fundit më ka pëlqyer kjo ligji që kush kërkon të ketë një fëmijë në forma mjekësore, dhe shteti jo ka dhënë këtë mundësi, por nuk e di as sa me statistika a është e vërtetë apo jo. Pra shteti këta njerëz të cilët nuk kanë forma të ndryshme mënyra me sjellën fëmijë në mënyra natyrale, shteti duhet i përgjigjet. Se për këtë punë është. Prandaj kemi spitalet. Prandaj paguhen mjekët. Mjekët duhet konvertohen në gjenerat tjetër. Pra t'u japin një mundësi këtyre nënave që të bëhen fëmijë. Fatmirësisht, un kam 10.000 nëna sot që kanë sjellën jetë 10.000 fëmijë në qendra shenjtore Shqipëri. Nëse bëjmë një krahasim, 30.000 fëmijë sot janë gjenerate qendra shenjtore Shqipëri, që i kemi riparuar, i kemi sjellën në jetë, por sikundër kemi edhe një sfidë tjetër, që na vin shumë fëmijë të cilët nuk kanë një orientim arsimor, dhe ne i detyrojmë, nëse kërkoni që të jeni pjesë e qendrave shenjtore Shqipërisë nga ana e besimit, ju më parë do të shkoni në sisteme arsimore, do të shkolloheni. Sot ata janë shkollu, kanë marrë diplomat e tyre dhe sot janë të punësuar qoftë privat dhe në shtet. Kjo do të thotë që ne kemi një gjenerate të qëndrueshme. Ku e shikoj këtë? Këtë shikoj tek fëmijët. Tek mosha e të rriturve, nga mosha 20 deri në moshën 25 vjeç, që nga viti 1920, rreth vitit 1900 që mosha ishte 20 vjet që të krijonte familje, sot e kemi po në moshën 20-25. Pra që kemi një qëndrueshmëri patriarkale të ligjit të kanunit, le ta themi në thonjza, që e detyron familjen që të bëhet në vete. Pra, kalojmë nga ana prindërore në atë që fëmia të bëhet jetën gjë, të detyrohet që të krijojë familje. Edhe këtu kemi hapa pozitive. Pra që edhe deri në vitin 2050, le ta theksojmë, kemi të bëjmë me një gjenerat e cila gjeneron familje. Kemi të bëjmë një kulturë të shkallës së gjerë që shqiptarët janë ata timoni i shtetit të cilët po gjenerojnë fëmijë. Unë do të nxjerr një analizë, një statistikë tjetër se ku e shikoj këtë dobi. Në vitin 1900 çdo familje kishte rreth 5 fëmijë. Dhe sot kemi shul pak numri. Kemi rreth 3 fëmijë. Pra pse është ul numri i një fëmijëve? Sepse shteti nuk e jep mundësinë. Përderisa e theksuam dhe ne, këtë do ta themi edhe 100 herë të tjera,
Përderisa shteti, ne si komunitet shteti na ka marrë përsipër që të na drejtojë në formë politike, atëherë ai do të me detyrim do të na japi kushte. Pra, siç e kam theksuar për shembull, kur bëhet fjalë për votime, të paktën media e demonstron të tillë, se unë nuk kam fakte dhe nuk përfshihem në këtë logjik. Thuhet që hidhen shumë para për votime. Unë kam një pyetje, pse nuk hidhen këto para që familjet të gjenerojnë familje? Kemi një gjenerat të re? Pse thuhet në Tiranë sërish që ose në gjithë rrethet që ke shumë banesë që janë bosh? Pse ti nuk i merr këto banesa dhe t'ju japësh një çifti dhe ai të ketë një mundësi që të krijojë familjen? Nuk po themi falas, po t'ia japi me çmime të arsyeshme që ai të përballojë krahasuar me rrogat që merr. Politika për të favorizuar çiftet e reja në mënyrë që të ketë është katastrofë. Po nëse ka dhe shumë faktorë të tjerë të cilët ndikojnë në krijimin e familjeve të tjera. A ndikon kjo në krijimin e një familje faktori ekonomik dhe faktori arsimor? Shumë sa më shumë arsimohesh edhe sa më shumë ti nga ana ekonomike favorizon një martesë dhe sa më pak ti ke këto faktor pengohet një martesë të tillë. Ne e theksuam edhe pak më parë. Që shteti është rregullatori i gjithçkaje. Përderisa ne njihemi si republik, përderisa njihemi si shtet, duhet të ndajmë dy terma. Ose jemi në ligjin patriarkal, që vendosim në pronat tona në atë që kemi, ose jemi në ligjit të shtetit. Tashti shteti nuk mund të sillet në dy forma, që unë po ju drejtoj, unë po ju punësoj dhe ju bëni ç'të doni. Po. Pra ne shembull se si shtojnë se nuk është faji jonë që ne e bëjmë këtë koment, që ne të shkojmë të blejmë vota. Nuk më është e pa tolerueshme që të ngrehesh, marrim shembull në kohë votimesh, të ngrehesh të shkosh të çosh çanta me ushqimin nëpër shtëpia. Kjo është ta nëpërkëmbësh popullin tënd. Nuk është për ta vlerësuar. Unë jam komplet kundër. Vota është një detyrim i çdo qytetari, edhe ai qytetar duhet të shkojë të votojë ose mos votojë është drejt atij. Por ti nuk mund ti trokasësh në derë, ti thua që merr këtë çantën me ushqime ose këto lek, edhe ti do bësh këtë që them unë. Sepse kjo nuk është një sistem zgjidhjes, por kjo degeneron familjen shqiptare. Degeneron anën sociale, degeneron edhe fen, sepse ti po i futesh fesë në mes. Se feja nga njëra anë e edukon, dhe edhe dikush ngrehet dhe do ta fusin në ligjin do ta fusin në ligjin e skamjes. Nuk është e drejtë. Okej. Po format e reja që dalin sot lidhur me martesën, çështje bashkëjetesë. Si shikon gjykimin tënd? A është e pranueshme për shoqërinë shqiptare në formimin kulturor që ka sot? Të paktën prindërit e pas viteve 80 e kanë pranuar fakt që fëmijët e tyre të kenë një mundësi të njëjtë dhe të bashkëjetojnë. Por pse këta prindër e kanë toleruar këtë gjë? Sepse ne jemi me dy situata. Jemi në atë situatë dhe jemi në atë kohë demokratike që do të thotë liria e fëmijës është parim kryesor, është një detyrim për prindin i cili duhet të japi të drejtë fëmijës, por sikundër këta fëmijë duhet të kuptojnë diçka tjetër. Që këta prindër e dinë shumë mirë që fëmijët nuk përfundojnë me këta persona që zgjedhin nëse ata nuk vendosin një kurorë dhe të martohen. Edhe unë jap tjetër mesazh, tjetër duke u lidhur në dëshirën e prindërve që çdo fëmijë unë anën bashkëjetesë unë nuk e lejoj. Sepse ti ke të drejtë të njihesh për një vit me një person. Mas një viti nuk e se çfarë ti njohësh me këtij individi, po ti do kërkosh të bësh përfitues pastaj. Ti e mban peng këtë njerëz dhe nuk e lejon që ai të vazhdojë jetën normale, të krijojë një familje, qoftë me një person apo qoftë me një tjetër. Megjithatë, edhe pse këto sfida kanë qenë fakt, edhe ne i prekim çdo ditë, qoftë nga ana ndjesisë prindërore, qoftë nga detyrimi, qoftë nga presioni që bëjmë ne si prindër, prap këto nuk kanë përfunduar në masën 75%. Sepse nuk kanë gjetur një marrëveshje, një përshtatshmëri me njëri tjetrin. Ndaj kjo kulturë, edhe pse tolerohet nga ana prindërore që prindërit në këtë rast vlerësohen për humanizmin edhe për edukimin evropian, le ta themi,
që do të thotë këtu e ngre një shkallë më të lartë të familjen shqiptare, sepse edhe pse ka ardhur, ka ecur në një ligj patriarkal, prapa ata e kanë konvertuar në ligjin modern. Po në fund fare, kërkesa këta prindër të sotëm, të paktën për moshat 20-25 vjet që po i referohemi, të paktën këta prindër sotëm i detyrojnë sërish fëmijët që ta përfundojnë këtë lidhje, ose ta braktisin, ose ta vazhdojnë. Pavarësisht se në shkallën 90% e prindërve janë imponuese dhe nuk duan që këta ky çift të ndahet. Për një arsye, sepse ndjeshmëria prindërore në Republikën e Shqipërisë është një shkallë më maksimale si ajo evropiane, rajonale dhe botërore. Pra, nëse shkojmë bëjmë tjetër pyetje në një shtet, qoftë në Amerikë apo qoftë në Evropë, ato do të thonë që prindit shqiptar janë të papërgjegjshëm sepse ata financojnë fëmijët e tyre. Por harrojnë që ky financim nga fëmijët do t'i kthehet këtyre prindërve një ditë, nuk do t'i kthehet prindërve, ata do të vazhdojnë që të edukojnë edhe fëmijët e tyre në vitin 2050, siç po flasim për gjeneratën e ardhshme. Sepse ne po ecim edhe ne si institucion fetar, ne po ecim në të njëjtën linjë. Pra që ne kërkojmë që gjeneratat e reja të edukohen dhe të ecin përpara. Ne kërkojmë që fëmijët tanë, për atë që do bëjnë nesër, të jenë pasqyra jonë. Që ne ta shikojmë veten tonë si çfarë ne kemi, si e kemi ndërtuar këtë pasqyrë. Për ta përmbyllur emisionin tonë që është shumë kurioze dhe shumë domethënës që japim shumë të dhëna materiale duke analizuar faktorët e tjerë që sjellin një realitet ndryshe. Unë do të ndërpritesha tek pjesa fatikisht tek roli i një familje, faktori burr, grua që ndërtojnë familjen, dominanca e tyre, sepse kemi kaluar shoqëri matriarkale, patriarkale e tjera me radhë. Ju si e gjykoni sot? Kush është dominanca e familjes shqiptare? Roli i burrit dhe i gruas në një martesë? Roli i burrit dhe i gruas në sërish po shkojnë rreth viteve 20, 1920, ka vlerë maksimale. Këtë e dëshmojnë edhe ata që kanë prek Shqipërinë në një formë për në tjetrën. Qofshin ata pushtues apo kudo qofshin. Pra, do ta heqim tezën që ne jemi pushtuar për 500 vjet dhe s'kishim kulturë, se ne kulturën e kemi pas shumë vonë edhe e kemi shkatruar këto 100 vite që po bëjmë analizën. Por viti 1950, siç e thamë, shkatroi familjen sepse e degeneroi nga ana ekonomike. Nuk i la hapësirë që këta të mirë jetonin, të kishin kushte. Se ne arsimimin e kishim, pavarësisht se quhet patriarkal. Ne edukimin familje e kishim, pavarësisht se ishte patriarkal, se sërish duke futur këtu në si sistem kryesor kanonin, si ligj kryesor kanonin, sepse ai ishte dhe ai rregullat zakonisht e kohës, po. Që familja ishte e shenjtë. Ndaj e themi edhe sot që familja është e shenjtë. Pse e themi sot? Sepse ne kemi trashëguar këtë fjalë. Përderisa ne e kemi trashëguar, atëherë po e transmetojmë edhe për pasardhësit tanë, për fëmijët tanë. Tjetër gjë që bëjmë edhe ne, që do të thotë, erdhi vit, meqense shkojmë sërish, se ata e theksuan pak më parë që mos bëhet e bezdishme, sepse do ta theksojmë 100 herë, sepse përderisa politika merr përsipër të administrojë familjen shqiptare, duhet të dalë zot. Që do të thotë, kur familja shqiptare punonte vetëm për partinë, vetëm për shtetin, atëherë familja u rënua ekonomikisht. Le ta themi trosh që nuk kishin bukë me hëngër. Po edhe sot familjet po të jetën ngjashmëri ka, sepse ana ekonomike është rënu, sepse paraja, investimi në formën sociale dhe ata familjare nga ana e shtetit është zero. Le ta theksojmë se fundit vetë po na demonstron forma të ndryshme institucionale, shtetërore, ose le të shkojmë sërish tek ata, tek çdo 4 vite që bëhen votime, dilet me premtime madhore. Ne nuk duam premtime, ne duam arsim, ne duam kulturë. Duam familje të shëndoshë. Duam familje të shëndoshë, dhe kjo vjen me arsim cilësor. Kjo vjen me mësues të cilët nuk duhet të jenë aty ku janë.
Edhe ata që nuk janë për të qenë aty ku janë, duhet të gjenë vendin e tyre të punës. Jo, më këtë shembull tyre e mësuesit është ajo që është një prindi dytë për fëmijën, sepse padyshim gjysmën e kohës fëmia e kalon edukimin e tyre dhe pastaj. Prindi dytë ne tashmë kemi mësuar dhe kemi kulturë. Prindi dytë është mësuesi. Por prindi parë është babai dhe nëna. Që do të thotë edukimi themelor është i nënës dhe babait. Me gje pak hapësirë që të jap një mesazh për gjithë nënat që deri në moshën 5 vjeç fëmia duhet të mësojë nga nëna nga babai. Sepse mbas moshës 5 vjeç fëmia do të japë mbrapsht atë që ti e ke mësuar. Nëse ti deri në 5 vjeç i jep telefonin, që ai të luajë me telefon, fëmia do merr gjithë jetën me telefon. Po nëse ti ndërton një librari në shtëpi, padyshim që fëmia atë libër do ta mësojë dhe do ta tregojë ty për mbajtjen e atij libri kur ai të rritet dhe të edukohet. Unë të falenderoj shumë në këtë radiokast, ishim së bashku këtu në Radio Lushnja, Axhver Dedej nga Qendra Shqiptare e Shqipërisë, gjithmonë me mendime të vëra, por që i shërbejnë më së shumti komunitetit për të dhënë mesazhe të qarta dhe për të qenë tamam një shoqëri e besueshme e mirë në një rrugë të drejtë. Shumë faleminderit, je gjithmonë i mirëpritur këtu në Radio Lushnja. Pra të nderuar dëgjues, sot kishim këtë radiokast në 2 pjesë të ndara, ku folëm në përgjithësi për shoqërinë, transformimet e saj, ana sociale, ana ekonomike, mënyra ndërtimit, besueshmëria e saj, një temë vërtet që është shumë e gjerë për të diskutuar, por që ne arritëm që në 60 minuta së paku të dim të orientojmë, të flasim se çfarë ka ndodhur, çfarë ndodh nëpërmjet analizave të ndryshme dhe të bëjmë pjesën reflektimit nga ana jonë. Faleminderit në radiokastin e ardhshëm. Radiokast 95.5. Histori suksesi të sipërmarrjeve të suksesshme në jetën ekonomike të një qyteti. Radiokast në Radio Lushnja. Me gazetarin Sajmir Murtiri.